Është i terror? Po, sigurisht lagështim mbi 11 nuk mundet me pas asesi. I terror është mjaftueshëm, mund të llagerohet pa kurfar problemi në Silos apo në Hambar. Edhe pse ky Bajrami është ka e qenë të Mullis, po drejt për drejt në Mulli, ka bo marrëveshje rreth çmimit që është çmim. Sa është përqindja e tolerueshme të lagështisë për mbajtjen e lagështisë? Po realisht për me u llageru në Hambare, gjithsesi në Silose, duhet të jetë 13% maksimale. Mbi 13 nuk preferohet me llageru. Po aktualisht sot që thash edhe më herët, kjo dikon 11.5 ma shumë nuk mund me pas lagështin, kështu që pa kurfar problemi mund të llagerohet. Por të para të mëngjesit ka lagështi? Jo, absolutisht. Që nga dita dje dhe sot pe orës 9 po filloj me korje sepse nuk po ka lagështi. Disa ditë nuk ka pasur treshur? Absolutisht s'ka pas treshur dhe koha po man mirë, që është vërteta gruri kështu don temperaturat të larta për... Apo ndikon në peshën e volitshme hektolitrit? Vende kanë ndiku, jashtëzakonisht, sidomos në Lugina, para një, të them 3 javë, eventualisht një muaj ka pas mjegull. Mjegulla ka diku në efekt negativ jashtëzakonisht shumë dhe ka bën pirjen e grurit. Kështu që tash ka ndiku në peshën hektolitare. Mirë, për në ato parcella që janë më kodrinore, ato nuk i ka prek mjegulla dhe kanë peshë hektolitare shumë të mirë. Përgjithsisht deri tash, ekipi Bujkut ka përshtypje në Kosovë që është viti përqendshëm a vlen kjo dhe për juve si një prej prodhuesve të spikatur të grurit në Kosovë? Kjo është konstatim e vend, se lirisht mund të themi që ky vit është viti grurit. Jo që ne kemi marrë ndonjë mos shtesë agroteknike, po si duket kanë ndikuar kushtet klimatike të volitshme, sigurisht që edhe rreshja ka pas sasi të mjaftueshme gjatë pranverës, sidomos në kohën kur ka pas nevojë më shumë të gjatë muajit maj dhe sigurisht që gjithë kjo ka ndikuar që rendimentet janë të kënaqshme si vjet të grurit. Jo, si më dhe cilësinë e ekspertit bujqësor, viti me lagështi imponon edhe përdorin të preparatëve mbrojtëse, qoftë në luftimin e barojave, qoftë edhe laktuzëve tjerë. A e rrit koston kjo? Sigurisht që e rrit koston. Unë them që lajmërimi i barojave të këqija është si rezultat i asaj që fermerët tanë nuk po kanë mundësi të bëjnë qarkullimin bimor, gjithsesi ndrimin e kulturës, sepse siç e dini edhe ju, Ferizaj, sidomos rrafshi i Kosovës, njihet si region për kultivimin e lulediellit. Mirë, po në pamundësi për ta dorëzuar prodhimin, gjithsesi lulediellin, fermerët flas në përgjithësi për fermerët e mëdhenj, nuk kanë mundësi ta bëjnë qarkullimin bimor. Njëherët edhe fabrika e birës në Pej nuk po e pranon elbin e birës, kështu që njerëzit po shkojnë gjithnjë në monokulturë dhe në mënyrë automatike lajmërohen barojat e këqija. Monokultura, sa e ul koston, sa ul rendimentin produs për një hektar? Tash më u shpreh në përqindje është domethënë duhet bëhet ndonjë analizë, po sigurisht që ka efekt shumë negativ nëse shkohet në monokulturë, sepse gjatë mbjelljes së grurit vazhdimisht barojat e këqija, sidomos ato gjithë ngushta janë në mënyrë permanente zhvillohen. Kështu që është vështirë me i luftu, pasi që edhe gruri bën pjesë në grupin e bimëve me gjithë ngushta, është vështirë të luftohet. Në rast se bëhet qarkullimi bimor, sigurisht që barojat do të likvidohen. Po aplikimi i mosave mbrojtëse ndaj barojave sigurisht që e ngrit koston jashtëzakonisht shumë. Këtu në Ferizaj, në 7 vitet e fundit, komuna, gjithsesi drejtoria e bujqësisë ka përkrahur fermerët me herbicide. Po për çudi këtë vit nuk i ka përkrahur dhe shumica fermerëve nuk i kanë trajtuar grunojet kundër barojave të këqija, kështu që po vjen shpreha thonja ka pasur goditje në rendiment. Sigurisht që kanë pas goditje në rendiment, me të madhe është emëruar tërshora e egër, gjithsesi avena fatua, që ajo gjithsesi duhet luftuar me herbicide. Është pasojë e monokulturës. Gjithsesi është pasojë e monokulturës, sepse po të mbillet me misër ajo, në vitin që është mbjell me misër luftohet edhe me herbicide gjatë kultivimit, kështu që në vitin e ardhshëm ajo nuk paraqitet fare. Prandaj po na lajmërohet tërshona e egër. Kosova ka shumë sus të farës, e produkues. Po. Ka edhe importe. Po. A mendoni që pak sa ka edhe atje që nuk bën analizat paraprakisht, po edhe ata nuk janë të vëmendshëm sa, po nuk kemi edhe organe gjetse që mund i përcaktojnë këto smundje edhe të luftojnë. Shikoj Ler, unë që nga pas lufta mirë me kultivimin e grurit, gjithmonë 70 hektar, 80 deri 120 hektar ka mbjell. Dhe po flas para lufte kur Kosova s'ka pas problem me tërshonën e egër.
po njëherët edhe me baroja kaq masë, të madhe të barojave të këqija. E tash këto po na lajmërohen sepse mund të them që fara vjen e infektuar me farë të shonës egër, gjithsesi që vjen. Dhe unë gjithmonë kam qenë skeptik, edhe sot që ndrojt mendoj ashtu që fara kvalitet nuk na vjen. Ne dim të gjithë duhet ta pranojmë që vjen nga Serbia. 100% e farët që vjen nga importi vjen nga Serbia. Ndonjë sasi e vogël mund vjen nga Kroacia, se Menana vazhdimisht e ka pru, po për ndryshe pjesa tjetër vjen nga Serbia. Dhe gjithmonë kualiteti i farës që importohet nga Serbia është me pikpyetje për mendimin tim, sepse nuk është e kualitetit që duhet aplikohet, që duhet mi placu ato kritere, standardet për më mirë për gru. Prandaj edhe po kemi të lashit.